Mirëmbrëma shikues të nderuar të Orës Nacionale, me ju edhe sonte jam unë Benita Musolli. Sulmet e pushtetit ndaj gazetarëve u shpërfaqen me të madhe dhe në rastin e fundit kur ndodhi sulmi terrorist në Iberlepenc. Vetë konferenca e jashtëzakonshme asaj nate e mbajtur nga kryeministri Albin Kurti u komentua në debatet e fundit televizive. Gazetari Berat Buzhala në videokomentin e radhës flet për këtë, por edhe lidhur me atë se si presidenti historik Ibrahim Rugova ishte njeriu që më së paku, siç thot Buzhala, e shante Serbinë, por ju shkaktoi dëmin më të madh. Dëgjojeni në minutat në vazhdim këtë videokoment të Buzhalës. Qëtë video, kryeministri s'kish pas qef ju më konë të ju këqyrë, kështu që t'jani vetë Terezin. Apo dëni me ngu kryeministrin, apo dëni me ngu presidentin Buzhala. A ju thatë natë. Edhe pak kom ju kalzu edhe qëfar filma është dëni me këshyrë. Edhe pak kom ju kalzu edhe qka me hangër. E një ta do portale, do analista, anek kështu që nëse i një vene publike. E tut një pi kryeministrit, a më pëne kini qef me ngu qka po thëmë, këqyr një pak anash në autobus. Mësë është farë sali zybe që aty. Ju këqyr aty, si Big Brother. Sët ku ka prajmi. Në fund viteve të 80-ta, ju më konë halon shkollë fillore, u patëm qu peshe dhe në fëmija dilëshëm demonstrata. Përves tjera shkërkojshëm me u plotësu kërkesat e minaturve të Trepqës, edhe mos me u bon ndryshimet kushtetuse, për ndryshe thejshëm se vazhdojnë ama procesin mësimur. Qka i nishëm prind në shpe, lypshëm na fëmija në shkollë. Bili u bëjshëm edhe ka pak dhënshëm, gjujshëm me gurë, i shajshëm milicine, e gjujshëm gjdo objekt që e konsidereshëm shtetnur. Ani pse i nakon, një më thonë, një farë ambienti më në të një ketë shqiptari nakon. Nëse nuk është që kja sejca, pse dola para juve. Ajo që ka përdu më thonë është, që na i nakon fëmijë dhe që kjo rebelimi ju një bëjke nërvëz të imanë se familje tona, që me drejtu frikseshin se në bërë shkollës vishin njësit speciale pejpejes. Jo këta milicia që kena pas këj shqitë të, që në konë halor shqiptarët, vishin ata specialësat. Pra, këndër këtyre protestave tona idiotike, në konë mësusa tënë që u të qenë për jetë tëna, o konë drejtoria shkollës prind përveç një anit. Në mesin e një fëmijëve vazhdimisht u fut një farburri, o konë me flokët thime, i një fshati afer, që qitë kënë kry një plistë bardhë, e ndore majke flamurin kuqezi me shkabën 2 krenare. Ky burri në nëzitke me brohërit parulla, gjujki i pari me gërë në drejtim të objekteve shtetnore, e shajke edhe milicin. Nena frymzejke shumë, sepse edhe ish burri pjekun edhe u dëk këtrim. Disa here pa të në arrestu, milicia e pastaj kur u kthejke për i burgut, u kthejke edhe ma i fuqishëm, edhe kishim edhe ma shumë besim të aj, se sa para se me hinë burg. Mujmja përmen edhe emnin, po s'ka kuptim pi pasarzve ti. Si të qoftë, ma vonë e kuptum se a i shkon agent provokator, i shkon i infiltrum i milicis Serbis, i milicis i njësive speciale, i udbës. Me fjallë tjera i shkon shpion. Qka përdu më thonë është kjo? Qka do që flutërën nuk hahët, e as nuk i shërben venit edhe adheut, qaj që bërtet e shon Serbin mas shumëti. Sot është 80 vjetori i lindjes presidentit Ibrahim Rugovës. Rugova ka shojt Serbin mas paku e ka dëmtu mas shumëti. Tash më lejoni më u kthy te tema e Iberlepencit që ka lidhje me kroniken që e pat kur dul Xhelal Sfesla e tha që i kanë arrestu 8 veta serb dyshim për aktin terrorist. Sot në orët e mëngjesit në 10 lokacione në veri të vendit janë realizuar kontrole, me rast janë arrestuar dhe shoqëruar në stacione policore 8 persona të dyshuar mbi dyshimin për përfshirje në veprime kriminale e terroristit. Prej 8-ve, që tha Xhelali, sot Vesnjani është në burg. Të shtatit janë jashtë. Akshamin kur ka ndodhur akti terrorist, pa kur ma vonë, ka dal Kurti, i shajti krejt, i shajti gazetarët, i shajti portalet, e tha që Serbia ka bo se përveç tjerash, për me mbrojt qëtë argument, tha janë arrestu edhe serbët. Sulm ndaj infrastrukturës kritike. Thekë që të du të muvu të kritike. Po dojnë me nalon pa uj, pa rrym, pa ujtje.
edhe pse dimnit kërkërsuit. Pra, nëse mungojnë pamjet, edhe ngojnë vezonin e kryeministrit, se cili pej neve i shkon i bindën që qaj detonim e ka qu hava një hapësirë për një perimetër për një 100 metra, a ma shumë. A vëdin qysh, u fol, detonimi madhë. Pamjet e kalzu një birë e cila u sanu për 24 orë, me një 10 burra që punojshin, e një 20 që e këqyrshin ata 10 burrat, kurse dami energetik që u shkaktu pej sulmit, është kushe disa herma i vogël se dami që ja ka bo energjisë Kosovës, Nagib Krasniqi e Martin Berishaj. Këta e kanë dëmtu miliona, aty këtë disa minja. Mirë po, vetë fjallet shpërthim, dinamit, eksploziv, infrastruktur kritike, ftohje bloqeve të termocentraleve, ujitje, uj pijes mjafton që secili shqiptar me menu vesh një adres, prej ka mundet me ardha i sulm, kush është qaj që na i menon neve këtë këto të zeza? Serbia, nëse menon ryshe, t'jen pages për Serbis. Pate nuk pat fakte, sepse si pas një konsensusit pashkrum popullor, janë do tema për cilat nuk ka nevoj as me diskutu, s'ka nevoj as me pas fakte, as me pas prova. Mjafton me thonë, qaj që bërtet i pari, edhe që bërtet mas shumëti, qaj është ma patrioti. Kush do që menon ryshe, është agent i Serbis, paguhet për Serbis, pëdon me shfajsu Serbin për kitë krimeve, edhe pëdon me sulmu kryeministrin e venit. Unë e kuptoj opozitën që kjo temë nëzën pozit palakmushme, që këta manej jaturin atë militantin e verber. Mirë po, fatbarësisht, unë nuk lypi vota, nuk kom dal me lyp vota, prandaj jam i lirë me i thonë menimet e mija në formën qysh unë e du. E qka është ma e mirë, ju as nuk kom pagu një mundë, më thonë. Krejt veprimtaria e medjave aktualisht Kosovë dhe portaleve është në baza vullnetare, më dash të lexon, plusi nuk na pagu në qeveria. E qysh unë esha, pra kjo më ndihmon mu me i thonë opinionet e mija të bazum në fakte e ju në besime, sepse këtu mu më një mën edhe ka lumja jeme e ati burri që ka dole dhe ka bërtit mas shumë t'i kundër Serbis e që në fundull që është shpijun i Serbis. Pra, unë menoj që Vučićit dhe Serbis mas shumë t'i një mën qaj që arrestën 8 Serb e të nesërmin i lirën 8 tonë, ose i lirën 7, nështë edhe këtë 8 i lirujnë. Vučićit e Serbis i një mën mas shumë t'i qaj që notën kritike dele bërtet që Serbia ka kry qëtë vepër në mënyrë që me pushtu skenën politike në venin tonë, kurse kur takohet me ambasadorët e Kvintit, thët besojmë që e ka kry. Ai nuk mërzitet që kjo besojmë nuk është argument valid ligjor, nuk është argument as fakti që Serbia që Rusia e pas ka sulmu Ukrainën në infrastruktur kritike një natë ma heret, edhe tash Serbia na sulmoj neve, edhe tash qëtu e lidhshmëria. Lypet pak ma shumë se që kaq. Mirë pa Albini nuk e ka hallin të fitoria diplomatike, e ka hallin të fitoria politike, as nuk e ka hallin e fakteve të sulmit terrorist për të votat e nënshkurtit. Ai nuk mërzitet, ai izolot Kosova. Për sa ko mundet më udhëtu personalisht në Norvegji edhe në Greqi. Çdo dështim personal në raportin tonë me Serbinë para bashkisë ndërkombëtare, ai ty e njoh çfarë votuesi e çfarë xhamati ka, e shet si një padrejtësi tradhës të Evropës kurv ndaj popullit lasht edhe fisnik i lirë shqiptar edhe do thujnë në Pelazg. Pas sulmit terrorist në veri, vitin e kalum, Kosova ka dollë ma izolume para botës se sa para sulmit. Gjithashtu në përputhjet plot me agjendën edhe planin serb. Shqiptarët kanë vazhdu me konë ma armitsur edhe ma dyshimt me perëndimin se sa para datës 14 shkurt të vitit 2021. Fillimisht shqiptarët janë konë kundër Trumpit e tash u kthyn edhe kundër Bidenit. Pra, na leo me në mirë, se çka kish dasht Serbia mas shumti që me ndodh me neve. Ju kallëzë junë,
me në ndryshu kulturalisht, me zhbo këtë punën që u bo këto 30 vjetë a 40 vjetë të fundit. Me i këthy shqiptarët fillimisht si politik, e mane edhe si shoqëni kundër perëndimit. Qëto nuk ish mujt me i bo Shefqet Krasniqi se njerëz kishin thonë, hajtë se ky e ka për shkak të fesë. Qëto për mundet me i bo vesh një mendje djallëzore, sikur kjo Kurtit, i cili vesh teshat i ka alla fronga. Pra dashtën miq, Serbis mas minjëri edhe mas shumëti i shërben të ju duk që je armiku kryesor i Serbis. Kushdo që veç pak i beson ideologjisë edhe veprimtarisë Ibrahim Rugovës, kushdo që për çfarë do arsye është i lidhur me luftën e UÇK-s, për që e mbështet Albin Kurtin, le ta din se ka hyp në trenin e gabum. Sa ma herë që zbret për këtij treni, qaq ma mirë për to edhe për vendin. Në seancën e Kuvendit të Kosovës, ku diskutua puna 4-vjeçare e qeverisë Kurti, dëgjuam shumë akuza e kundër akuza në mes të deputetëve të pozitës dhe opozitës. Gazetari Arbe Ramadani analizon një sekuencë ndër më interesantët në Kuvend. Disa Dimal Bosha, Mef Bajqinovca, Adnan Rustema, Orbe Rexhaj. Ti bash apo më kallzon sa vjet i ke posti 99-ën? E një dy të rjedhën që s'ja përmendi emrat, ku je kon ti në luftë. Kjo ka qenë mbase froza që kam përçmuar më së shumti. Nuk e di në të ketë qenë veç përçmim a një lloj frike nga një farë autoriteti i papërballueshëm moral që nxirrte kortën e madhe para vogëlsisë tonë, prapas së cilës sipas meje kish një djallëzi, ish një hilje, një papastërti. S'mund të ishte njeriu kaq i madh, kaq i pastërt, kaq i pakritikueshëm. Ma zinte frymën korta e luftës, që ma mbëste kritiken. Edhe sot e besoj të njëjtën. Si i ri, doja ta shihja vendin tim tek ecën krah për krah zhvillimeve të reja, dijeve, njohjeve, zhvillimit kulturor, artistik e sportiv. Me dukej se fraza ku je kon ti në luftë, sikur po stërpërdorej e po na pengonte disi. Sikur na ftonte në regres. E dija vlerën e luftës e atyre që ishin akter të saj. Por doja të shihja larg politikës, s'doja të dëgjoja frazën ku je kon ti në luftë. Natyrisht, krejt këtë përftyrim të politikës, pa ata që të pyesin ku je kon ti në luftë, e kisha imagjinuar ndryshe. Një struktur njerëzish pa ngarkesa për të kaluarën e pa nevojën e kësaj korte morale, sepse zhvillimi, progresi, teknologjia e një botë shumë më interesante kishin për të zbuluar. Kush e mendonte? Viti 2024, disa anonim, më falni për gjuhën, disa kurgjohiqa, të rrështuar në frymën e 14 shkurtit, disa Dimal Bosha, Mef Bajqinovca, Adnan Rustema, Orbe Rexhaj, e një dy të rjedhën që s'ja përmendi emrat sepse një mend janë pacient. Këta të rreshtuarit e pushtetit, pa kur far ideje për zhvillimin, kulturën, artin, sportin e botën pak më interesante që kishim ndruar së na priste, na bën tabel qitje. Këta qetës pa pushk e kanë shpallur vetën komandant, general, lejtnant e ushtar. Bek. Ti bash apo më kallzon sa vjet i ke posti 99-ën? Unë në luftë kam qenë 6 vjeçar. Vi prej fshatit Lashtic, komuna e Gjilanit, në fshatin tonë me qenë se ishte ngjitur me kufirin, e fshati më i afërt ishte i banuar me serb, na bën shumë zullum. 28 martir. Në mesin e tyre Lulzim Musliu, një djalë i ri, nxënës i shkollës fillore, e të cilin e masakruan se e zënë në mal. Ku i pikallzon ti për luftë, për sovranitet, për pavarësi e për këto sene? Ashtu erdhi puna që në zyrën ku punoj, kompjuteri, karrika e tastiera ku i shkruaj artikujt, të jem ndërmjet dafinës e flakonit. Në krahun tim të majt e kam dafinën, qika e snajperistit të UÇK-s. Në krahun tim të djathtë punon flakoni, shtëpia e të cilit krejt i madhe i vogël i dolën përballë Serbisë Miloševićit. Neve na bën tabel qitje. Kush? Disa Dimal Bosha, Mef Bajqinovca, Adnan Rustema, Orbe Rexhaj e një dy të rjedhën. Këta qetës papushk, bek. Isha disa deputet që tu ato të Lipionit. Ti bash apo më kallzon sa vjet i ke posti 99-ën? Një kompleks banesor i papar deri më tani në Kosovë po ndërtohet në Prizren.
Kompleksi Park Hill Residence me një koncept prej hoteli me 5 yje ju ofron një jetë luksoze. Ndiqeni në vazhdim. Espresso apo espresso, me rëndësi pavin kafe. Pavin kafe, arom dashurie. Voglio vivere così, col sole in fronte e felice canto beatamente. Voglio vivere così, col sole in fronte e felice canto. Deodoranti Porotalco, haro djersitjen, përqafoj jetën. Kreçka duhet njëtë është dashuria, edhe një espresso e mirë, apo edhe espresso. Espresso apo espresso, me rëndësi pavin kafe. Pavin kafe, arom dashurie. Rio Mare tuna në vaj ulliri. Aq që butë sa që mund ta merrni me shkopim buke ose shkopim për ngrënje, e shishme me makarona, në pizza dhe me pesto. Po, makarona, tuna, pesto dhe mozzarella, të ushqyerit mirë në stilin italian, është e lehtë me tuna Rio Mare. Vetëm tuna dhe vaj më i miri i ullirit. Rio Mare, shije e vërtet italiane. Për të gjithë ju që planifikoni të udhtoni këto ditë lirë e mirë, na lejoni t'ju njoftojmë se Ryanair ka sjellur revolucionin e çmimeve të ulta në Shqipëri, duke ofruar kështu 17 destinacione të reja për në dhe nga Tirana. Nxitoni dhe rezervoni vendet tuaja. Zbashku do të protestoj nesër. Në një konferencë për media, kryes sindikalisti i mësuesve Rahmani Jasharaj pati kritika të ashpra për qeverinë Kurti. Jasharaj thotë se Kurti po i trajton sindikatat si armiq. Shumë kritika pati edhe për ministren Arbiriena Gavci e edhe për ministrin Hekuran Murati. Ministri Murati do të mbetet në kujtesën e punëtorëve të arsimit si ai që deshi t'u andal bukën e gojes pse kërkuan mundësinë për një kafshat bukë më shumë. Ne sot para jush do t'japim informacione për protestën e 4 dhjetorit, por do të bëjmë edhe një prezantim të sfidave, angazhimeve dhe vlerësimin tonë të argumentuar ndaj veprimeve dhe qasjes së gabuar e madje edhe armiqësore të qeverisë Kurti, në përgjithësi dhe të ministrës Gavci në veçanti ndaj dialogut, kërkesave legjitime të punëtorëve arsimor, të policisë dhe sektorëve tjerë dhe ndaj zërit sindikal. Kurti dhe ministrat e tij premtuan shumë para se të vinin në pushtet, deklaruan se do të respektojnë zërin sindikal dhe do të ndihmojnë fuqizimin e sindikatave, por kanë bërë të kundërtën gjatë gjithë këtyre viteve. Paralizuan përmes ministrit Murati punën e Këshillit Ekonomik Social, duke pamundsuar kështu dialogun e mirëfillt. Nuk e nënshkruan marrëveshjen kolektive, duke u mohuar kështu të punësuarve në sektorin publik dhe atë privat, mundësinë për të ruajtur të drejtat në punë dhe për të arritur disa benefite si gjithë kolegët e tyre kudo në shtetet e Ballkanit, Evropës dhe botës. Ministri Murati do të mbetet në kujtesën e punëtorëve të arsimit si ai që deshi t'u andal bukën e gojes pse kërkuan mundësinë për një kafshat bukë më shumë.
Ministri Murati do të kujtohet edhe si njeriu që u amuhoi punëtorëve të arsimit të drejtën e fituar për vitet e 90-ta si vite kontributdhënëse. Ata që në ato vite ishin për shtetësinë e Kosovës dhe vepruan e bën sakrifica sublime, vazhdon të ndeshkoj Murati duke u amohuar ato vite si kontributdhënëse dhe kështu privilegjon ata që punuan kundër shtetësisë së Kosovës dhe ishin lojal me pushtetin serb. Në këtë betejë të vazhdueshme të qeverisë Kurti kundër së Bashkut, mori pjesë aktive edhe ministri Anagovci. Ajo e mbushur me inat pse së Bashku është kaq unik, vazhdimisht u angazhua për të adopsuar zërin sindikal të së Bashkut, por përpjekjet e saj përfunduan me dështim pas dështimi. Punëtorët e arsimit zonja Anagovci do ta mbajnë mend si person që kurrë nuk u angazhua në qeveri për të përfaqësuar arsimin dhe kërkesat legjitime të punëtorëve të arsimor e për të kërkuar që qeveria t'i shqyrtoj ato e të marrë vendime për realizimin e këtyre kërkesave. Në të kundërtën, Anagovci me veprimet e saj vazhdimisht tregonte se është kundër punëtorëve të arsimor dhe këtë dëshmoi edhe me qasjen ndaj kontratës së re kolektive të arsimit. Kontratën e kaluar u mundua ta paraqes në opinion si të pavlefshme, sepse asaj u tek të tërhiqej një anshëm, edhe pse e dinte se nuk ka të ketë drejt. Dhe tani e sa muj nuk bëri as edhe një veprim ashtu si takon për të krijuar kushte për negocim të draftit kontratës së re kolektive dhe për të arritur deri te marrëveshja dhe nënshkrimi i saj. Në intervistën e kryetarit të AK-s Ramush Haradinaj për Nacionalen, ai mes tjerash ka shpjeguar edhe sloganin e kësaj partie për zgjedhjet e 9 shkurtit. Çka do të thënë slogani Kosova fituese sipas Haradinajt? Çka do të thotë slogani Kosova fituese, zotë Haradinaj? Po veç kem pas disa vite trona për Kosovën, edhe disa humbje vërtet serioze. I kem humbë për shembull 2 mundësi me pas kapacitet të reja në energji. Dikurat e me qëmërë dhe gashielësin Amerikan, e humbë mundësin e afrimit ose të antarësimit në NATO, pra samitin e 75 NATO-s në Washington, humbë mundësin e antarësimit në Këshillit të Evropës, humbë mundësi e të marrjes së njohjeve 4 vite, nuk ka ndryshim fare, e humbëm edhe mundësin e thithjeve së investimeve apo të gjenerimit ekonomik, edhe i humbëm edhe fondet e BE-s, pa jemi në sanksione që shedim. Në përgjithësi, sot shumica e qytetarëve të vendit ndjehen humbës për gjatë tyre 4 viteve dhe për faktin se shumica e familjeve tona dhe i kanë ikë rinia, po na ikin 3 për ditë. Një Kosovë fituese do t'ishte kundërta e kësaj që kemi pa, pra nëse mujmë ja fillu me njëherë me radhë, ta rikthejmë të paktën gashielësin, e të kemi energji në Kosovë, e jo me ble prej Serbisë apo prej tjerëve me çmime që janë pa përballueshme për qytetarin e Kosovës, mos t'i rritet mua çmimi i energjisë, të antarësohemi direkt në ato. Se është e mujshme se plani 10 vjeçar është ekuivalent me partneritetin për paqe, pra ne e kem konsumuar partneritetin për paqe, mund t'im direkt në ato. Po flasim për kohë të shkurtë edhe në këtë temë veç kam punu ndër vite, po pa zhurëm, e kemi avancu. Ti kthehemi mundësisë se marrjes së njohjeve të antarësimit në institucione ndërkombëtare, edhe në Këshillin e Evropës, edhe në kandidaturën për BE, e marrin njohje tjera, po edhe gjenerimit ekonomik të mbrëmshëm. T'ia kthejmë dignitetin qytetarit vendit edhe shtetit, me ardhe era shtet. Shpari do të me besu e me da shtetin ata që punojnë shtet. Qeveria për shembull i ka bo humbsa edhe policë, edhe ushtarët, edhe zyrtarët e administratës, mjekët, mësimdhënësit, duke mos i dhënë rroga dinjitetshme, paga dinjitetshme, i ka bo humbs, edhe pensionistët e kategoritë sociale, kategoritë e lirisë, t'i kthejmë, pra t'i japim edhe shpirt e guxim sipërmarrësve të vendit. Pra guxim t'i nxitim ata, t'i ushtrirojmë ato energji që i kanë për investime, po edhe investime nga diaspora, po edhe investime të huaja direkte, posa asaj edhe hua, është mirë me marrë hua, të buta, që me shty zhvillimin me shpejtësi në mënyrë që me i nalë njerëz. Aja që ka bërë mas shumë ti për shtypjen e programin tuaj, zotë Haradinaj, ka qenë
kjo pretendimi që Kosova të antarësohet direkt NATO. Si do të arrijet kjo, kur dihet që në kodër kësaj organizate kemi vende që nuk e njohin? Janë 4 vendet jo njohëshe, mirë po ka pas në të kalumen një dakordim që ato me dhonë një mundësi Kosovës, pra edhe me eqë drejt NATO-s, kuptohet duke përmbushur obligime që dalin nga dialogu edhe gjitha marrëveshje tjera ndërkombëtare që i kanë nënshkruar ata në vete, pra gjitha marrëveshje protokollet që kanë vendet anëtare të NATO-s, edhe amerikanët kanë qenë mbështetës të këtij koncepti. Unë nuk e kam humbur këtë mundësi, e kam ruajtur të mundësi në partneritet sidomos me Washingtonin, po edhe me aleat tjerë, edhe veç sikur që ju thash më herët e kemi avancuar. Pra një pjesë e vendimarrësve në Washington veç janë njoftuar me procesin, me mundësinë, me gatishmërinë e Kosovës, pra kur ta ndryshon këtë qeveri të një qeveri e tarshme, me njëherë pra me kalu në planin aksional për antarësim, që është një etapë veç e avancume, pas kësaj pason ratifikimi, po në këtë proces pra jemi optimist se krijohen pra rrethonat politike, edhe për vendet jo njohëse, pra ato më skeptike, në këtë rast mendoj në Spanien, që të bën lëvizjen e duhur në koordinim me aleatet, pra në bashkëpunim në koordinim në interesat përbashkëta me Amerikën dhe vendet tjera të NATO-s, funksion të sigurisë në Ballkan. Në seancën gjyqësore për rastin e fajdeve ndaj Erol Muratit dhe vëllait të tij, Naim dhe Ariton Sahiti nuk e pranuan fajsin. Ndiq një pjesë nga kjo seancë. Dëmtuarit Erol Muratit, është prezent. I akuzuar Naim Sahitin, ju edhe avokat që keni marrë akuzën e kone u mi lexu, a ki qartë pse akuzohesh? E kam qartë. A ki nevojë ndonjëherë shtesën e akuzës dhe akuzave që të rëndojnë? S'kam për qasë shtesë. Mirë. A ndihesh fajtuar për vepën penale? Nuk ndina i fajtuar. Nuk ndihesh. Deklaroj pasash. Faleminderit. Na kanë bërë montazh. Ariton Sahiti. Ariton Sahiti, të njëjtat vlen edhe për juve, a ndihesh fajtuar ti? Jo, nuk ndi. A Begzat Sahiti? Begzat? A ndihesh fajtuar? Nuk jam fajtuar. Jam konsultuar me avokatin nga akuzat që më është ngrit. Nuk ndihesh. Ka bëj kurrësh. Mirë, faleminderit. Shkëlqen e njëjta vlen edhe për ju. A ndihesh fajtuar? Jo. Jeta? Jo. I papashëm. Të gjykata njofton se në afat për të tillë, detve kam të drejtë të parashtrohen të kështimit të tillë lidhur me provat, si dhe kërkesën për mbylljen e akuzës. Burim Pacolli sjell recensionin e radhës lidhur me këngët e reja të Noizit dhe albumin e Çeli Klipës. Çka thot burimi për të dyja këto? Noizi vllazni. Noizi do të me ja jap lulet edhe kredicat e meritum se cili prej neve, për një memen, shtirë që kena me po najherë dikon me ma pak talent me prek që të pik që e ka prek Noizi. Njeri i bën krejt lëvizjet të duhunan se cilin segment tjetër përveç muzikës, të paktën ashtu e shahone, mirë po krejt imazhi i tij publik, mas ne i çon pesh në perceptimin e muzikës ti të njerëzt. Vllazni është konga e tij e fundit, është tipike një kongë Noizit mediocre se cilin aspekt mund shumë outdated, mirë po të paktën kësaj here lirikisht mu dok pak më e strukturume, edhe tematika e përzgjedhën për me bo kongë shumë shtire mishrushme, sidomos për njerëz që nuk ngojnë muzikë veç kur qëllën që aty në televizor ose në radio, edhe njerëz që janë rrjedha me trendet globale edhe projekte që na servojnë artistat e mëdhaj global. Unë prej fundjavës erdha e fresh, mos e kum ngu non-stop albumin e ri të Kendrickit GNX, e mas ne u dasht me u marr me qitë kongë direkt. S'po thom që prej Noizit pres me qenë Kendrick tash, amo thjesht e kupton sa larg qëndrojmë konceptualisht edhe mënyrën që e shohin muzikën artistat tonë në raport me artistat më të mëdhej të botës. Tash është krahasimi i duhur që po e bëj ajo, është për diskutim, është për argumentim, si do të qoftë. Nëse unë e kom një standard
caktum globalisht që ka konsideroj muzikë të mirë, dhe nëse unë duna me zbriti për poshtë standardin për me thonë e mirë për një muzikë lokale, veç pse është pak ma e mirë se sa krejt tjera që publikohen, kjo ma shumë kallëzon për artistat tonë se sa për mu, kështu që veç instrumentalin kur janë iva në 10 sekundat e parë, që sajt noizit e kuptova që ka me qenë, kërkush nuk kryan mo kësi kong me qësi instrumentalat, pak të njo që ata artistat e mlaj, që thash, Qelik Lipa ka lansu album me 8 kong Golden Steel, e ngova krejt, ma e pak ta që mëj me thonë, për ta është që menoj që nuk është i mirë, nuk është as mesatar, është nër mesatar. Në Instagram e pash që e kish publiku një komunikat gatë, qysh që kjo album pasqyron esencën e evolucionit ti muzikore dhe qysh është influencu prej zhanreve të ndryshme, ama realisht përveç trekut me butën, gjithçka tjetër për mu është e dëpt në qëtë album, ku me janis nuk ka kur farë koncepti, duket si kur janë do kongë që janë pretendu me u bo hit edhe gjume me një projekt, menoj që se cili artist duhet me abu një pytje vetit para se me qitë album. A i përkasin njëna tjetrës që to kongë me një projekt, a përkasin, a përshtaten me njëna tjetrën mi qitë me një album, a veden. Po e në ta e të bomit një album, menoj që ka të bëj ma shumë se sa me i bo do kongë të mira, edhe pse që to nuk janë as të mira, ma rëndësishmja është çka përfaqëson si tërsi tematikisht edhe muzikalisht qaj projekt, në këtë rast album që pe bjen, e tematikisht edhe muzikalisht nuk menoj që fol në i sen që kjo album absolutisht ma e mira ke me butën, së është as për diskutim të pak të nësyt e mi, kogja moti nuk e kena një të pështy me asim përëtësi e peshe, butën, edhe pse duhet me cek që lapsin e ka qëta shtit frest, se është në disponim të albumit, kam i qitë 2 njëherë projektin me Agon, tani për anverë dyshen, qashtu qyshe ka para lajmëru, si do qoftë albumi nuk t'jep disponim të veçant kur e ngën fillim e fund, për shkak se nuk ka tematike as stil specifik të menu, me ki butën, mas nej kongën tjetër, e ki labin në tahiren, mas nej e kishe një varë dënjeta morine me një balad, e cila ma shumë kish pas sens me u lansu si single, mas nej era i strefi, edhe tish munu nuk kish pas shans me qenë ma bazike, bre, krejt rëthona që ka përfundu era, që shto janë për studim, ka njëherë mdokët si tjetër person prej qysh ka qenë, kur ka dalë në skenë te për e veçant, e tash është shëndru dhe me thonë krejtësisht bazike, është e tresht, për një men qëfar qysh detyrona unë me ngu ta sherën, e qysh e ku ngu ma herët, e kom përshtypjen që është këthyn mercenaret muzikës, nuk shë kur far pasioni, as kur far kreativitetin, ato që i bën, thjesht e tresht. Që kjo. Menej që për vetë Supersonic me butën edhe deri Sabat, deri dikon që ajo e Kreshës, Kera dhe kush ke tjetër. Kresha, Kera dhe po mduket veç këta dy kënë. Jo që edhe qëto dyja menej që kanë venin me një album, si do që oftë krejt tjera të janë shumë ma zhgënjyse. Për fund mësë arrëni njerës për Gjegu Brothers është e bo një lagje me sporku të gërmisë dhe të këbashës e ku muni me ble shpi, e cila është 10 minuta larg qendrës qytetit me ecën kam. 25.000 euro jep një start, mas një pjesën tjetër e paguni me këste duke fillu për 1.212 eurove këste. Carvago, sa një maj mirë që ofron Carvago, website maj madh i shitjes së veturave në Kosovë, është që për çdo prishje, 6 muajt e parë keni garancian, nuk keni nevojë me u marrë me të, krejti mbulon Carvago. Unë jam bërim pacolli për ndryshe me që ta mërëm gjenin këtë platformat e mundshme. Të nderuar shikues, këtu po e mbyllim orën nacionale për sonte. Për më shumë materiale si këto, ju mund të shikoni në faqet tona zyrtare në Nacionale në YouTube, Nacionale Videos në Facebook, si dhe në të gjitha rrjetet tjera sociale përfshirë TikTokun. Faleminderit që na ndeshni.